Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Tash kemi kapitullin e ushqimeve. Në origjinë, ushqimet janë të lejuara, vetëm nëse ka argument për ndalesë. Nëse ka argument për ndalesë, atëherë ndalon. Për shembull, në sens krejt janë të lejuara, përveç nëse vjen argumenti i ndalesës. Ta zot, nëse dikush han një mollë, a duhet mi kërku argument këtij për lejesën? Jo, se në sens këto gjëra janë të lejuara në përgjithësi. Tash, mishi i derrit, alkooli dhe molla. Këto janë ushqime, apo? Domethënë pije dhe ushqime. Mirë po, për alkoolin ka ardhur ajeti kuranor, ka ardhur ndalesa. Po ashtu edhe për mishin e derrit ka ardhur ndalesa. Mirë po për këtë s'ka as lejes as ndalesë. Atë çka i bie? Në esencë këto janë të lejuara. Siç thot rregulla, më thonë në esencë gjërat janë të lejuara, ndërsa në fe ibadetet krejt janë të ndaluara nëse nuk vjen argumenti i lejesës. Ndërsa e kundërta është me gjërat e tjera. Nuk i lejohet të jepet ushqim njeriut i cili forcohet me të në të ndaluarën. Nëse jep ti ushqim dhe ai forcohet për me bu harame, nuk lejohet. Për shembull, nëse jep mish dhe buk njeriut i cili pi alkool, forcohet dhe bën amoralitet. Është i çortuar ai i cili han nga të mirat dhe nuk falenderon. Është i çortuar apo? Pikërisht për këtë Allahu thot, pastaj do të pyeteni a ditë për dhuntit. Pra për falenderimin e Allahut për ato të mira. Konsiderimi i arabëve ndaj një ushqimi nuk ka ndikim në ndalesë, por ndalesa e një ushqimi përfitohet vetëm nga sheriati. Pak rëndësi ka preardhje, apo? Pra, nëse sheriati nuk ka ndaluar, diçka nuk është ndaluar. Kafsha e cila lind, thot nga një kafsh që i hahet mishi. Kafsha e cila lind nga një kafsh që i hahet mishi dhe një e cila nuk i hahet, ndalohet dhe ngrënia e saj. Gjithashtu nuk e ka detyrim të pyes ai që e ka me patjetër të haj nga e ngordhura. Dhe thot, nuk ka në sheriat argument sa ai i cili ka marrë rrugë mëkati se nuk i lejohet të haj nga e ngordhura, se namazin nuk duhet shkurtuar, apo se në Ramazan nuk duhet prishur agjërimin. Argumentet e Kuranit dhe Sunetit janë të përgjithshme, në origjinë ato mbesin të përgjithshme dhe të papërcaktuara derisa të bëhen të veçanta dhe të papërcaktuara. Domethënë, nëse personi i hyp kerrit për me shku me bo zina, apo për me shku në deti që ka harame, po e zon, apo shkon me një darsëm që ka alkool apo gjëra të tilla. Tash, ky mëkat që po bën, nuk e bën që me thonë ti s'duhet me bashku namazin, nëse je në udhtim, apo ku e diune gjëra të ndryshme që janë ibadeteve. Pse? Sepse për shkak të mëkatit, jo. Ashtu nuk bëhet. Mëkati është mëkat, kjo dispozit është dispozit. Kush ndalet dhe nuk han nga të mirat e Allahut, pa ndonjë shkas, thot ai është bidatxhi i çortuar. S'ka asnjë shkas, asnjë sen, ndalet, po ndalen thot sepse ka sufi caktuar, apo ka dervish caktuar, të cilët i bëjnë këto gjëra, thot ai është, do thot bidatxhi i çortuar, është e urryer, thot, prerja e kalit i cili i bën dobi në xhihad. Nëse ka dobi në xhihad, pse pe prejnë kalin Allah? Sepse kali është një krijesë, një kafsh që të ndihmon subhanallahu. Nuk krahasohet kali me mbush me armatim po e zom, në krahasim me lopën. Kali është më i fuqishëm. Për atë arsye, malisht nuk është e urryer. Është mirë që në gosti të bëhet ajo që është e njohur në atë vend dhe në traditë. Domethënë, gostit i bëhet disa gjëra, disa ushqime që janë tradite ati vendi. Secili popull i ka traditat e veta. Arabt i kanë ndryshe, shqiptarët i kanë ndryshe, turqit i kanë ndryshe, bosnjakët i kanë ndryshe, e ku e diune, domethënë popujt e ndryshëm, qysh e ka dhe thot tradite në vendi, ashtu i bën gosti. Kaptina e therrjes. Nëse kafsha vdes me ndonjë shkas tjetër,
si që është plagosja nga ana ndonjë bishe apo të ngjajshme me të, nëse del nga ajo gjaku i kuq, që del nga e therrura në përgjithësi. Domethënë tamam del ai gjaku tamam qysh therrët. Domethënë kjo kafsha. Atë lejohet thot ngrënia nga ajo kafsh edhe nëse ajo nuk lëviz. Dhe ata që mirën me këto gjëra i din. Nëse gjatë prerjes priten 2 venet në fyt, atëherë mjafton që kafsha të llogaritet e therrur. Se zakonisht duhet më prej këto dy që janë 2 damarët e qafës. I thari i librit, pe din jehud dhe krishter, është ai i cili merr nga feja e pasuesve të librit. E njëjtë është se a ka qenë babaja apo gjyshi i tij në fenë e tyre apo jo, e njëjtë është se a është bërë i thari i librit para ndryshimit apo pas ndryshimit të librit. Vllazni, çto po e tregon Sheikhul Islam Ibn Taymije, pak rëndësi ka. Para ndryshimit fesë së Isaut a.s. dhe pas ndryshimit fesë, e rëndësishme na i themi i tharët e librit. Se dikush mundet me thonë, nuk lejohet me hongër mishi i ehlul kitabit, sepse nuk është ehlul kitabit që shka qenë në kone Isaut a.s. Po mirë edhe në kone pejgamberit a.s. se s'ka qenë. Ka deviju. Nuk ka deviju masardhjes pejgamberit a.s. Qysh parardhjes pejgamberit a.s. edhe ka pas devime. Edhe Allah e ka dit, do më thonë, mas ardhjes së Muhamedit a.s. që kanë me deviju të krishterët. Nuk mundesh me gjeti sot krishter që janë sigur në kohën e Isaut a.s. sikur qysh janë pasues të sunetit të Muhamedit a.s. selefit. Pastaj thot, bamirësia është detyrim në çdo rast, edhe në çastin e daljes shpirtit të kafshët apo të njeriu. Domethënë, nëse ti e therr një kafsh, duhet t'jesh bamirës edhe në ato momente, ta fshehësh thikën apo kur don me e therr. Sepse është 2 herë me e thirr, si thot Resuli alayhi salatu wassalam. Është ndaluar ngrënia thot nga ajo që ka therrur i thari i librit për festën e tij, apo për t'ju afruar dhe madhruar. Nëse e din që e ka prejaj për festën e shirkut, atëherë nuk lejohet me hongër mishin e tij. Përveç nëse nuk e din është diçka tjetër. Djalin të cilën deshi ta therrte Ibrahimi alayhis salam me urdhër të Allahut është Ismaili alayhis salam. Dhe thot, kjo është çështje pajtimi dhe për këtë nuk duhet të ketë polemika. Më thonë është Ismaili. Kaptina e gjuetis. Nëse gjuetia është për nevojë, atëherë lejohet. Nëse është për lojë dhe kalim kohe, atëherë thot është e urryer. Shkoj edhe një herë. Gjuetia është për nevojë. Nëse është gjuetia për nevojë, lejohet. Nëse është lojë thjesht për kalim kohe, atëherë me kru, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija është. Nëse ka në të padrejtësi ndaj njerëzve, duke u bërë padrejtësi në bujqësi, në pasuri, atë normalisht është haram. Nëse ju bën padrejtësi njerëzve duke bërë gjuetite, në për arat e tyre ju hinë ju bën padrejtësi, atëherë normalisht që është haram. Të adaptuarit e tigrit kthehet te njerëzit me përvojë për këtë punë. Nëse qeni, po ashtu kemi kaptinën e betimeve. Duhet të pranohet betimi në Allahun nëse betohet për diçka të veçantë. Është e ndaluar të betohet në dikë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili përsërit betimet shpesh, nëse është për një vepër të njëjtë, ka dëm shpërblim. Subhanallahu, ka dëm shpërblim. Nëse ka bërë betim për më shumë se një vepër, atëherë ka më shumë dëm shpërblime. Lejohet thot të përdoret betimi koklavitur për të larguar të padrejtën. Ndërsa në çështje tjera nuk lejohet. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot, të betohem në Allahun rrajshëm është më e mirë se të betohet në dikë tjetër me të drejtë. Qysh, për shembull. Nëse thot a ki bo, pashallahu ne kum bo. Nëse thot a ki bo, tash ti don me kallëzu të vërtetën, mirë po, thush pasha filon idhullin. Këtë rast kjo e dyta, edhe pse i ke thonë të vërtetën ke bo shirk ti. Dërsa te e para, edhe pse i betu rrajshëm, nuk ke bo shirk, po ke bo gjuna. Kjo është ma pak e dëmshme se sa ajo tjetra.
Dhe thot Ibn Taymija, thot kjo është kështu nga që e mira të uhidit është më e madhe se e mira e të drejtës, shkaku i gënjeshtrës është më i lehtë se shkaku i shirkut. Dhe në takimin e radhës me edhe po e përfundojmë inshallah taala librin, kaptina e zotimeve, kaptina e gjykimit, pastaj kaptina e përbetimit e kështu me radhë. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu